Matemi me indikator, profesor. Profesor, ne matemi me indikator që mos i ta bëjmë më të përgjithshëm debatin. 13 ishte 120 Po pra, forcot legu thotë që është rrit ekonomia shqiptare. Po në cilin vend të botës rrinte onkologjiku me orë dhe me ditë dhe me javë. Po pra, edhe nuk ngjitet. Po jo, s'është fushat, kjo është halli qytetarit. Po është halli qytetarit ai lëm atë që thot profesori dhe kolegu, i lëm gjitha. Po të lutem. Europa, më fal. Europa. Përgjigje për onkologjikun. Lutem, ka ndonjë vend të botës që mund të ndodhi? Po kaq pra. Po një sekond pa tani, unë po them. Po për onkologjikun ke të drejtë. Për shkollat e diçka. Për ujin po. Po s'kam drejtë. Për shkollat ke të drejtë. Flasim do heqim depozitat e ujit, po kemi pesor ujit. Disa lagje të Janë të gjitha shtoni ju, Liliana. Absolutisht. Jo s'është minus, është thonë po siç është ashtu është. Tani, ata europianët, ata të fishtës, kanë ndru këtë rast. Thonë, edhe pse jeni për i bret, ne do ju marrim. Tani ju, me sa mënd në kokë, nuk e shfrytëzoni për këtë moment për të marrë dhuca kapitale politike në këtë moment historik, po dilni kundër historisë. E kupton tani? Rama ka bërë jetin gabim në 2000 me ligjet e famshme me atë historinë e Fierit dhe e mori damkën atëherë. E ka bërë dhe me NATO-n kur bëri deklarat ku diun se çfarë. Tani ju kur Europa për arsyet e saj do të na kapi dhe të na ngjisë atje. Pse nuk merrni pjesën tuaj të meritës, por dilni kundër historisë më njerëz? Kush ju këshillon? Jo ti, ë? E kuptoj. Atëherë unë mendoj që e ke parë qendrimin zyrtar të Partisë Demokratike për ligjet që kanë të bëjnë me Bashkimin Evropian, pra ne nuk jemi kurrësi kundra për qenë pjesë e ligjet. Sjellja europiane është sjellje që bëhet parlament. Sjellja europiane hapen 40.000 vende të reja pune për shembull. Po ku ka njerëz si ti futim këta vende pune? A jetoni në Shqipëri apo jo? A jetoni në Shqipëri apo jo? Jam dakord, po. A keni fol ndonjë ditë? Do hapim vende pune për Filipinas. Miku im, ju betohem, se nuk dua t'ja them emrin se ndoshta s'do ai. Ka një kompani në Shqipëri që ka 80 të punësuar shqiptar. Po tani ne po hapim vende pune për të huajt apo për shqiptar? Merr të huaj. Çdo ditë, po, merr të huaj se nuk ka shqiptar. Pafund. Po, dëgjoj tani. Shqiptar I kam thënë unë, ke njërin që bën këtë, sa është rroga 600, shqiptari nuk shkojë shok. Po. Është dhe kjo, tani, o I themi të gjitha anët e medaljes, dy janë shkretat, nuk janë shumë, ose e lëm. Ka nik shqiptar. Shqiptarët kanë ikur gjithmonë, më qenë fillim viteve 90 dhe do ikim. Kanë ikur, më kanë ikur. Po ne për këtë ditë kemi luftuar, kemi edhe unë qosa, unë kam një ofertë shumë mirë, cila do prevaloj, patjetër që do iku, ç'është ky muhabet? U për lëvizjen e lirë, profesor, po për lëvizjen e lirë kemi gjithmonë kemi luftuar, patjetër për shkuar. 64% e bonus BB, që pasi u pezullua, para se të pezulluaj, mirë nga BB që lidhin jashtë Shqipërisë, do me thënë 64% e fëmijëve shqiptar lindin jashtë territorit të Shqipërisë. Unë nuk e di këtë statistikë të jemi. Po jam të them, pra do pyetja është që thoni ju, BE-ja do të na marrë atje. Ju pse jeni kundër më? BE-ja do na marrë. Kur të na marrë BE-ja, nuk do futemi neve. E the shumë drejti. Kur të na marrë BE-ja. Po pra, ajo do të kurse unë nuk e mendoj kështu. Unë nuk e mendoj atje. Del ajo Marta Kos dhe thotë, o njerëz thotë. Ju jeni kundër. Me këtë leadership, me këta njerëz, ne brenda 2007 shqiptar që nuk do dhe brenda 2010 integrohemi. Ju thoni, jo, ne jemi qeveri e krimit, s'kemi vend në BE. Deri në 2007. Se Fred Lela, më fal, jam I bindur që Fred Lela nuk ja ka dhënë këtë këshill. Sa unë ju siguroj që do jemi prapë. Bëj një pyetje për kuriozitetin serioz. Një sekondë vata ta dëgjojmë çse po qeu kjo. Deri në 2027 që do ketë rrjedhur kaq shumë ujë, sa ne do flasim prapë në këtë studio, por ju siguroj që do ketë rrjedhur shumë ujë. Deri në 2027 do jenë mbyllur gjithë grup kapitujt. To thon ujë. Do jenë mbyllur gjithë grup kapitujt Iliriana dhe 2027 do festojmë mbylljen e grup kapitujve dhe bëu gati në 2028 për procesin që do jetë që gjithë shtetet anëtar të Bashkimit Evropian do ratifikojnë dhe pastaj të bësh gati nga 2029 për BE. Tani vetëm një pyetje. Tani vetëm një pyetje shumë vogël kisha për Ilian profesor, vetëm për Ilirian. A mendon se është europiane, pra një sjellje kur opozita nuk merr kohën siç duhet, e para dhe e dyta. Ne kemi Partia Socialiste dhe kryeministri Rama ka prezantuar një program. Më thuaj, kush është marrë me pritshmëritë apo objektiva që ka ky program nga Partia Demokratike.
Në Perëndim dhe në Bashkimin Evropian, opozita shikon programin e partisë dhe bën një program paralel. Edhe qeverihie. Nëse ti ke këto indikator, unë kam këto indikator. Nëse ti ndjek këtë rrugë, unë kam këtë model ekonomik zhvillimi. Nëse ke ti këtë model taksimi, unë kam këtë model taksimi. Unë deri në këtë momente nuk kam dëgjuar në asnjë moment dhe me shumë dëshirë do kisha dashur ta dëgjoja. Programi u prezantua, nuk u mor njëri me programin, me qëllime dhe objektiva dhe për qenë vërtet, po jo, për qenë vërtet, ka patur një analizë, ka patur disa rezultate, ka dhe disa objektiva. Një nga tre kushtet e Vetëm do t'i kthej përgjigje. Se debatet mbi këto gjëra duhet bëhen. Jo tani të merremi me gjëra që nuk kanë funksionuar dhe kanë lënë Partinë Demokratike në pozitë gjithë Ne vitet. preziri duhet jemi pikërisht mbi idetë, mbi vizionin, mbi debatin që realisht politika këtë kërkon. Që ne u plakëm duke thënë jemi preziri. Unë mendoj... Një sekund, fëtë e një flokert. Ne u plakëm duke thënë jemi preziri. Ja ku je. Ora të kapi kamera dhe njërë se përqewa. Kap kamera. Ora në u bë kalamani me shku në klas par dhe ka 10 vjetë që themi jemi preziri. Po na bjen dhe vlogët. Që preziri. Ndryshimet e kushtetutës. Vetëm t'i kthej pak. Iliana, përgjigju atë se kam pyetur direkte. Atëherë, Partia Demokratike gjatë fushatës, sepse kur garojnë 2 parti ose 3 parti, garojnë mbi, po themi, ekipin edhe programin. Partia Demokratike shkoi te qytetarët me program, ndërsa Edi Rama ka shkuar gjithë këto vite me tepsi, Je pa parë. me tepsi, Vetëm me program, pra jo me tepsi, me Partia tallava, Demokratike dhe shkoj të shqiptarët me program. me tepsi, E madhe, me tallava. fantastike. Tashmë shpiku dhe diellën. Pra, ne programin e visionin të Partisë Demokratike ne e kemi paraqitur. Ndërsa programi i Partisë Socialiste ta arrish që Programi i Partisë Demokratike është retorika. Po lutem tash, po s'është retorika si është? Retorike. Ja ta them unë pse është retorika, Iliana. Se ja ta them unë gjithë programi i Partisë Demokratike ishte kjo, ja ta them unë. Dorisin këtë, do olin këtë, dorisin këtë, do olin këtë, dorisin këtë, do olin këtë, dorisin këtë, do olin këtë. Ore, me qa do i risësh o vla, e kupton? Proces ke gjetur uranium a qa, ke gjetur në një naftë, në det a qa. Atëherë, ja do të them Tani dalëm se... mjafton mos të vjedhësh, mjafton mos të bësh tjekstat, mjafton mos të abuzosh me parat publike dhe parat janë aty. Është diskurs politik, retorik politike, mos është program. Parat janë Nuk po aty. lejojmë të vjedhet asnjë gjë. Jo, tha Eduard Shalci, do vjedhë me lezet, tha, do vjedhë me, po, thaj, fillim. Po, nuk e mbajti fjalën. Se vodhen pa lezet. Unë kam një gjë Vodhen tjetër. E kam një gjë tjetër. Se mbajti fjalën. Jo, Se vodhen pa lezet, vodhen kështu, ashiqare fare. po nuk ishte ai, se po t'ishte ai duhet. Jo, po ndryshimet kushtetuse të anelës, sidomos fakti që Rama odhi tezën fantastike për t'i vrarë partitë e vogla, 101 deputet. Jo, s'është vetëm ashtu. Ka dhe një gjë tjetër. Vret edhe opozitën me këtë. Shifër. Jo, se nuk e kuptojmë, basi se kam për gabim. Kuptoni diçka. Se kanë duhet thonë as... 101, po. Vlla, doktori dhe Rama janë në bashkëqeverisje. Po, atë e dim, e tha vetaj, do marrë të djathët ta. Ajo që ndodhi në parlament, kush do rrinte 25 orë me çad rast. Po, i tha Rama aty ma mbyll që se kam Po patjetër, more, e mbyllën aty për 20 minuta, unë bëj sikur gjuj me këtë, u mërzitëm nga diella, ikën shtëpi, mohabet kot. Tani këta te 2 gjëra nuk falë. Jo, më falë, e kam serioze Jo, po në qoftë ku demokratëve, domethënë këtë lloj gjëje, Jo, një sekond, se demokratët janë shumë më lartë se elita e tyre. Iliana, kemi respekt për ta.